Vëmendja e shumë kujt në Kosovë, këtë ditë është në Hag, qytetin holandez ku e kanë selinë dhomat e specializuara të Kosovës, apo që ndryshe njihen si gjykata speciale. Kjo është arsyeja. Janë bërë fiks 2 vjet prej kur ka nisur ai që njihet si gjyqi i madh, pra rasti ndaj ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. E pikërisht në këtë kohë, zyra e prokurorit të specializuar ka përfunduar me dëshmitarët e saj dhe çështja e ZPS-s zyrtarisht duhet të mbyllet deri me datën 15 prill. Ajo që ka tashmë dihet është se 23 prilli është data kur do të mbahet konferenca mbi ecurinë e çështjes, e që do të jetë seanca e parë që prej mbylljes së çështjes së prokurorisë. Por çka ndodhi këto 2 vjet brenda ndërtesës së kësaj gjykate? Në këtë gjykatore, zyra e prokurorit të specializuar ka sjellur 125 dëshmitar për gjatë procesit gjyqësor 2 vjeçar, pra një numër dukshëm më i vogël se sa ai që e kishte paralajmëruar në fillim të këtij procesi, që ishte rreth 300 dëshmitar. Seancat e speciales janë karakterizuar me mbyllje për publikun dhe me redaktime të shumta. Dyshimi im është që kjo gjykat është gjykat e korruptuar dhe pyetje nuk i përgjigjen se nuk paraqitet dokumentin që kërkoi. E kuptoj, jam plotësisht i pafajshëm. Tërësisht i pafajshëm. Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e takusës. Plotësisht i pafajshëm. I think the case and the evidence against Mr. Thaçi specifically has been very weak. Yes, I think one of the biggest issues that I would wish to raise about it is the amount of evidence that has been presented in the case in written format. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi prej nëntorit të vitit 2020 ndodhen në qendrën e paraburgimit këtu në Scheveningen të Hagës. Ky objekt paraburgimi ndodhet vetëm disa minuta larg ndërtesës së gjykatës speciale, ku ish-krerët e UÇK-s shkojnë në rastet kur duhet të paraqiten për seancat gjyqësore. Ndërka që këtu në qendrën e paraburgimit, ata kanë kushte strikte sa i përket vizitave. Kjo ka ardhur pas dyshimeve se pati tentim për pengim të drejtësisë. Madje lidhur me këtë, në fund të vitit të kaluar, është ngritur edhe një tjetër akt akuzë ndaj ish-presidentit Thaçi. Kjo ka ndikuar në regjim vizitash dhe bisedash me videolidhje. E di se Kosova është në prag të zgjedhjeve të përgjithshme elektorale. Por nuk jam pjesë e garës elektorale. Unë nuk paraqes rrezik politik për askë.